Tani në lidhje direkte jemi me deputetin e Lëvizjes Bashk, Redi Munça. Redi, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit për mundësinë. Seanca e sotme parlamentare u zhvillua mes tensionesh, me opozitën që bllokoi foltorën dhe mazhorancën që miratoi vetëm me disa projekt ligje të rëndësishme. Cili ishte qëndrimi i partisë suaj gjatë kësaj seance? Në fakt kjo ishte një seancë mjaft e rëndësishme, sepse do diskutoheshin projekt rezolutat për institucionet e sistemit drejtësisë. Për më tepër ishte një listë gjatë projekt ligjesh, disa prej cilave janë shumë të dëmshme për vendin tonë. Dhe për fat keq, si më thënë, prania e Partisë Demokratike në sallë bëri që edhe kjo seancë të shtyhej mes zhurmave, të sharave, pa një lloj përmbajtje, pa një debat përmbajtësor, do të them, dhe eventualisht pra të shkonte drejt mbylljes, pa na dhënë mundësinë që të diskutonim gjithë këto projekt ligje, siç e përmenda pak më parë, dhe që të mbanim qëndrimet tona përmes forcës së argumentit dhe jo argumentit të forcës. Dhe siç ndodh shpesh kur Partia Demokratike zgjedh të vinë në seancë, seanca, siç thash, u mbyll para kohe dhe shkoi direkt në proces votimi. Dhe një gjë tjetër e rëndësishme që u votua për turpin e këtij parlamenti sot ishte dhe vlera prej 4.3 milionë euro që dolën nga fondet rezervë për t'i shkuar koncertit antiprotest të Kanye West. Ndërkohë që brenda kuvendit zhvillohet seanca, jashtë qytetarët protestonin kundër disa prej normave të qeverisë. A mendoni se është normale që parlamenti të vijojë punimet pa marrë në konsiderat këtë reagim qytetar? Në fakt, si unë, që jam deputet i Lëvizjes Bashk, ashtu edhe deputet tjerë të opozitës, kanë depozituar në kuvend kërkesën për shqyrtimin e disa projekt ligjeve që kanë të bëjnë me shfuqizimin e ligjeve që kanë qenë jashtëzakonisht shumë të dëmshme për vendin tonë dhe që në fund të ditës shfuqizimi i tyre janë kërkesa si të protestuesve që sot janë në ditën e 54 të protestës, ashtu edhe të partnerëve tanë ndërkombëtar. Dhe janë duke folur sigurisht për ligjin për investime strategjike, për ndryshimet që janë bërë ligjit për zonat e mbrojtura, ose ligji famkeq 21-24, për paketën e maleve, për ligjin e trashëgimisë kulturore, që përderisa edhe formalisht janë depozituar në kuvend për të shqyrtuar shfuqizimi i tyre, fakti që me sa duket po shkohet drejt mbylljes së këtij sesioni parlamentar pa i marrë në konsiderat, do të thotë se situata është tejet anormale. Pra, diçka që po ndodh si brenda parlamentit është edhe normale, ndërkohë që ajo që ndodh jashtë në fakt është legjitime, do ta quaj, sepse çdo qytetar ka të drejtën e tij kushtetuese për të protestuar në format e veta, qofshin ato simbolike ose qofshin thjesht në protestë paqësore kundër dëmit të madh që po i bën në vendit kjo qeveri. Dhe përja do thoya që në fakt ka qenë shproporcionale si çdo herë tjetër dhuna që është ushtruar nga policia. Unë aktualisht ndodhem më para komisariatit numër 1, ku janë të arrestuar një numër i madh aktivistësh, rreth 12-15 aktivistë, djem dhe vajza, që pata mundësinë të hyja brenda dhe t'i takoja, të diskutoja me ta për gjendjen e tyre. Disa prej tyre më dëshmuan që ndaj tyre është ushtruar dhunë. Një vajzë më tha që një efektive e policisë po i bënte presion të vazhdueshëm që të fshinte një video që kishte në telefonin e saj. Dhe aty në praninë edhe të oficerëve të policisë i thash se është e drejta e saj legjitime që të mos fshijë asnjë prej videove dhe nëse oficerja e policisë e ka bërë një gjë të tillë është ajo në shkelje të ligjit. Dhe do duhet ta padiste nëse e ka këtë vullnet vajza që është protestuese. Kështu që do të them një sër problematika është që shkojnë edhe drejt shkeljes së ligjit, por nga ana e policisë dhe pas pak nga ana e protestuesve që edhe sot me sa kanë parë kanë qenë thjesht
paqësor dhe detyrimisht në të drejtën e tyre për të përdorur simbolikën e gjuajtjes me vezë ndaj disa deputetëve, do të thoja kolegëve të që në sallë, që nuk janë as pak të denjë për të qenë brenda kuvendit Shqipërisë. A do kërkoni hetim dhe përgjegjësi ndaj policisë së shtetit, ndaj dhunës së krijuar? Shiko, në fakt unë e nxita edhe protestuese në fjalë që ishte arrestuar, që të bënte pa ditë, bënte kallëzim penal, nëse e shef të arsyeshme, dhe kushdo, shkoj këdo nga protestuesit sot që e kanë përjetuar, le të themi, momente dhune apo momente që ata vetë i konsiderojnë se është shkuar përtej asaj që përcakton ligji, që të gjithë të bëjnë kallëzime penale për trajtim ose çdo problematikë tjetër të cilën kanë hasur. A ekzistojnë ende hapësira për dialog mes mazhorancës dhe opozitës, apo palët janë futur një konflikt të përhershëm? Shiko, sinqerisht mua ky konflikti mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, që kurse ka nisur punën në kuvend në shtator të vitit të shkuar, më zhdukur të jetë fiktive, një lloj kështu zënke për hir të performancës, për thënë që jemi më radikal se që mund të jenë të tjerë, po thash dhe në pak më parë që për mua gjithmonë argumenti më i fortë është një argument i cili demaskon keqeverisjen, e cila e vë përpara përgjegjësisë përmes fjalës dhe përmes votës, padyshim. Dhe çdo bllokim që i bëhet institucionit të kuvendit, që edhe nga vetë emri është një institucion që i mbledh përfaqësuesit e popullit për të kuvenduar, pra për të diskutuar, për të folur, për të mbajtur qëndrime. Çdo bllokim pra i këtij institucioni, për mendimin tim, nuk është radikal, në fakt i shkon përshtat partisë në pushtet Partisë Socialiste, e cila shumë prej, siç thash dhe sot, ligjeve problematike, që nga parat që dalin nga fondet rezervë për të shkuar koncerteve antiprotest, që nga ligji për turizmin, që do të t'ia kaloj kompetencat e administrimit Këshillit Ministrave dhe Edi Ramës, që nga plot ligje tjera problematike, të kalojnë pa debat, pa diskutime të cilat do t'i shërbenin publikut, do t'a informonin publikut, do qartësonin qëndrimet e tyre, dhe thjesht të shkohet për votim, ku dihet që numrat e votave i ka Partia Socialiste. Mua sinqerisht nuk më duket në qasje, jo vetëm konstruktive, po as në qasje duhur opozitarizmi. Duket thjesht zhurmë që lehtëson jetën, dhe themi zullumeve që është duke bërë Partia Socialiste në pushtet. Opozita akuzon mazhorancën se po miraton ligj pa konsumim dhe pa dëgjuar grupet e interesit. Cilat janë ligjet që sipas jush kërkojnë një debat më të gjerë publik? Për të qenë i sinqert, të thuaj se të gjitha ligjet që kanë kaluar edhe në përkomisione, edhe në procesin e diskutimeve publike, por edhe në seancë plenare, problematika e përhershme ka qenë pikërisht shpejtësia me cilën janë kaluar, pa u bërë konsultimet e duhura me grupet e interesit, pa u shqyrtuar zbatueshmëria e tyre, pa u marrë konsiderate dhe pasojat potenciale që mund të kenë ndaj grupimeve ndryshme sociale. Gjithë në fakt, Partia në pushtet e ka justifikuar duke thënë se kemi trenin për Bashkimin Evropian që duhet ta kapim sa më parë, dhe prandaj nuk ka kohë këtu për diskutime të zgjatura, por në fakt është thjesht për mendimin tim një justifikim për t'i kaluar ligjet pa debat, sepse kur vjen puna, për shembull, siç thash pak më parë, të një kërkesë eksplicite e komisioneres për zjerimin, Marta Kosit, një kërkesë ka drejtuar Edi Ramës dhe në fakt qeverisë së Edi Ramës që në dhjetor të 2025, por që e përmendi edhe në konferencën për shtyp që bën para rreth një jave. Pra, fuqizimi i ligjit i amendimeve që janë bërë në zonat e mbrojtura, pra ligjit 21-2024, këtë ligj, edhe siç thash që kemi propozuar për fuqizim me deputetët e opozitës, mazhoranca zgjedh mos e sjell në seancë plenare. Pra për këtë nuk ka nxitim, nuk është treni i BE-s në këtë rast që duhet nisur. Ndërkohë që gjithë ligjet e tjera, ligje problematike të cilat
janë në dëm të shqiptarëve, kanë kaluar pa ndonjë konsultim, që nga ligji i porteve deri tek ligji i ndryshimeve të turizmit që kaloi sot në seancë plenare, pa diskutim fare. A mendoni se protestat qytetarë do të kenë kthes në shtator? Unë në fakt kam një shpresë optimizmi që në shtator, edhe me kthimin e studentëve në Tiranë, edhe me ringjalljen e nervit të protestës, edhe me bashkimin që shpresoj shumë se do të vi nga shqiptarët që jetojnë në diasporë, siç ka ndodhur gjatë muajit qershor, do kemi të bëjmë me një ringjallje të protestës për arsyeën e thjeshtë, madje unë dje rastin të bëj thirrje gjithë protestuesve brenda dhe jashtë Shqipërisë që të bashkohen në shtator, sepse deri në këtë moment që flasim, partia në pushtet, Partia Socialiste ka qenë e paaftërt për të dhënë një përgjigje politike ndaj protestuesve dhe është kufizuar vetëm tek sulmi që u ka bërë personalisht disa prej protestuesve, duke i marrë me radhë, por edhe duke pra në një farë mënyrë duke mos dhënë dot një përgjigje dhe duke u përpjekur që ta delegitimojë protestën nisur nga numrat. Kështu që përderisa çështja është se numrat kanë rënë disi tani gjatë periudhës korriku dhe ndoshta edhe gjatë gushtit, unë bëj thirrje të gjithë protestuesve që të rikthehen në shesh fuqimisht në shtator, që t'u tregojnë këtyre që janë qeveri që derisa është çështje numrash, atëherë numrat do të rikthehen ato që ishin në mesin e qershorit. Në këtë klimë të tensionuar politike, cili është mesazhi juaj për qytetarët që protestojnë jashtë kuvendit? Mesazhi im është që të gjithë ju që po protestoni, po na bëni krenar, që të jemi shqiptar, po japim një shembull demokracie, reagimi mbar Evropës dhe mbar botës, se gjithë bota i ka kthyer syt nga ne. Tashmë jo thjesht për shkak se në projektin e Zvërnecit është përfshirë Donald Trumpi, jo vetëm se kemi të bëjmë me një habitat flamingosh, por se protesta prej 54 vitësh që vazhdon në shesh është një protestë kundër një sistemi të korruptuar dhe për t'i hapur rrugën pikërisht thirrjes për një Shqipëri të re, një Shqipëri pa korrupsion, pa politikanë të cilët janë aty duke shkelur ligjin, duke anashkaluar gjitha procedurat që kërkon ligji dhe duke avantazhuar një grusht oligarkësh pranë tyre, duke mundësuar pastrimin e parave të trafikantëve të drogës, duke u përpjekur që të ndërhyjnë në sistemin e drejtësisë. Pra gjitha këto që kemi përjetuar në këto 35 vjet që me ndryshimin e regjimit të shkuar u ka ardhur fundi dhe këtë e kanë shprehur dhe shprehin për ditë protestuesit që dalin në shesh dhe protestojnë, qoftë para parlamentit, para kuvendit, qoftë edhe para godinës së kryeministrisë çdo mbasdite, kështu që bëj thirrje që kushdo që ka mundësinë që të jetë i pranishëm në protestë, të visë të bëjnë protestë, sepse ky është momenti ku të gjithë po japin shpresë njëri tjetrit, ku siç thash një herë, jemi krenar për njëri tjetrin, që jemi shqiptarë dhe që po dëshmojmë se si protestojmë dhe se si ngrihet zëri për të drejta dhe për të ndërtuar një shoqëri të re. Zoti Muça, të falenderoj. Faleminderit juve për mundësinë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.